Janë që të dyja dy formate shumë të njohura, për prezantues njëri ka Ledionin e tjetri Arbana Osmanin. Ferma VIP apo Big Brother VIP Albania, kush ka kryesuar me klikime, me shikueshmëri dhe me skandale gjitha këto gjëra. Kjo do t'jetë tema javës për sonte. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo hap. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihu më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj, pasioni ynë. Janë që të dy formatet të njohura, bëhet fjalë për Big Brother VIP Albania dhe Ferma VIP. Njëri prezantohet nga Ledion Liço e tjetri nga Arbana Osmani. E dim që mes këtyre dy moderatorëve ka dhe xhelozi, apo më mirë të thuhet hatërmbetje nga e kaluara. Largohet sonte Efi. Duke di që Osmani ishte gjatë në krye të reality show Big Brother. O frigatsake ndaj Mateos, Reor, Tatharvi, nuk kam arbër. Një spektakël ku VIP-at përballen me sfida, strategji dhe emocione të forta. Të izoluar nga bota jashtme dhe në vëzhgim të vazhdueshëm, ata luftojnë për të fituar mbështetjen e publikut e për të qëndruar gjatë në lojë. Duke qenë një gara pak të lehtë dhe manipulimet ekzistojnë, polemikat janë të shumta, anipse disa herë edhe jo të qëlluara. 24 orë në 24, çdo lëvizje vëzhgohet. Çdo vendim ka pasoja. Vëllai i madh ju njofton se Kristi Lamaj është përjashtuar përfundimisht nga gara. Greta, me udhëzimet e vllait të madh, të ftoj të lësh shtëpinë në këto momente. Dhe publiku është gjithmonë aty, duke gjykuar mbështetur e mbi të gjitha duke vendosur për fatin e tyre. Dhe publiku ka vendosur që banori që duhet të largohet sonte nga shtëpia e Big Brother, po ashtu nga studio, Bimbo. Në një rrugtim plot emocione, sfida dhe momente të paharrueshme, 4 finalistët, Mateo, Selin, Robert dhe Miri kanë arritur deri në finale. Çdo hap i tyre brenda shtëpisë ka qenë një histori në vete, një përballje me veten, por dhe me njëri tjetrin. Mateo me energjin dhe vendosshmërinë e tij ka treguar se nuk dorëzohet. Selin me ndjeshmërinë dhe forcën e saj ka fituar zemrat e publikut. Roger, strategu i heshtur që ka ditur gjithmonë të luajë ashpër. Ndërsa Miri me sinqeritetin dhe karakterin e tij të fortë ka sjell autenticitet në çdo moment. E të kthehemi tek tema javore e kësaj nate që ka të bëjë me rivalitetin e dukshëm të Arbanës kundrejt Ledionit dhe Top Channel. Ndërkohë kisha këtë fëmijë që më qante dhe s'po kuptoja se çfarë kishte. Dhe pastaj vetas kuptova që më kishte ikur qumshti. Dhe thjesht ndjeja vetëm lotët që më lëridhin pafund dhe kisha këtë bebe në dorë dhe thash Arbana çfarë po bën? Mjafton kjo video që Osmani ta përmend në mënyrë indirekte Topin. Nuk po marr për
përgjigje aki, po marr ça niveli. Po nuk ka të mlon me Shiko, është emision tjetër ai, nuk është ky. Nuk vënoi shumë deliqo ja ktheu gjatë një batut me arbrën. Edhe ha? Kishin plaga të çuna kishin mërë më qaf. Është program tjetër ai. Fal, Po do të fillojmë së shpejti atë programin. Por, kjo nuk mjaftoi. Arbana ko pas kohe përmend që Ferma VIP po thyen rekord të klikimeve. E madje ka lejuar që këto formata shohin shqiptarët online në kanalin e saj zyrtar dhe të Fermës, pra që shqiptarët të mos shpenzojnë para për të apunuar me pagesë. Taktike mençur kjo apo jo? Në anën tjetër, edhe Ledioni në hyrje i falendron gjithmonë shikuesit besnik duke thënë që janë një dhe të vetmit. Por, në fund të fundit është publiku ai që vendos se kë format ta sheh. Ajo që dihet sigurt është që audienca lidhet edhe emocionalisht me lojën e secilit konkurrent. Ku kush më pak e kush më shumë po jep show për këtë garë që në finale të kurorzohet me çmimin e madh.